s'm ka interesu shtëpia, as një shkafi. Por një po të thëmë se 15 vjeti kom vujt në Kroaci, burg, 20 më dënun, 5 me falën, por shokët e mi nuk i kom shqitë. Unë e kom hongër, edhe më pas dek aty, isha dek me vlera. E jo si një shqitës, apo një trahtarë. Unë e kom hongër, shokët e mi si kom qitë. Ju nuk keni pasur as shtëpi kur jeni këthy prej burgut? S'kom pas as shtëpi, banesën më kanë dhonë në Gjako, Këshilli Evropian. Po? Ambasada e Kroacisë, kë Sevedin Kuqi, emigracioni këtu në Prishtinë, 1 vjet e gjysmë ma kanë paguat, atër e kom pagu vetë. Kur jem dalë, jem taku me bakshorte, fillë, se jem dalë për burgit, ajo ka përnu pak, jem harnu të në kohën dhe këtej që tash. Tash shpinë ma kanë marrua. Halil Kastrati në bashkëpunim, Alketa Gashi, Tom Kaçinari, Esat Çallake, edhe Halil Kastrati jenë e konfotografinë në Zagreb jenë taku, edhe Alketa ka thonë që për pasën Zenel s'kanë bukur gjo. Edhe mu ka marru shpia një unik, kom farë, edhe sot e kom një jetë mirë. Po shteti Kosovës nuk është marrë Shteti Kosovës zero. Shteti Kosovës, këta masi i kanë lonë veterantë këtu në Kosovë. Jeni sigurisht në shtatë veterani UÇK-s? Keni kartelen e veteranit UÇK-s? Qërë, unë kam një certifikat, po pensionin jo. Pensionin nuk e merrni? Nuk e marrë pensionin, se unë kom qenë çarkullim të armatim, dhe ata kom besh kujtim të veprimtarisë. Po. E kërës. Se e marrë tash për Kroacie. Do të shohim edhe fotografitë e fundit, këto pra kanë qenë dekoratat e shumta që i keni marrë, por që sigurisht që i kemi prezentu disa prej tyre, edhe shumica pra tham janë nga shteti kroat. Në pika të shkurtra... Kjo është që më ka dekorua Franje Tuđmani, kryetari i shtetit. Jo njëherë, po në rrugën ushtarake e kom me dokument që më ka dekoru 5 herë. 5 herë? Po. Të shohim tjerat. Këta në 2018 më kanë dekorua policia, Udruga Unitarni Poslova, janë këta në sigurimin shtetënore tash, se janë, më kanë dekorua me mirënjohje në burg, me lavdata për shlirimin e Varazdinit, për atë arsye që 15 vjetë i hongra edhe nuk i shita shokët e mi.